Avokat, të ndalemi pak tek atentati i Rinasit ku mbeti i vrarë krahu i djathtë i Emiliano Shullazit, Gilmando Dani dhe u plagos Muçi Shaljani, i cili rezultonte të ishte dhe agenti MPJ-s, i agjencisë të mbikëqyrjes policore, por që pas disa ditësh ndroi edhe jetë. Ju si njeri i drejtësisë, si e keni parë këtë ngjarje dhe si mund ta zbërtheni që një krim i tillë ndodh në një nga pikat më të frekuentuara të vendit, siç është aeroporti i Rinasit? Akti terrorist i datës 11 nëntor, mos gaboj, është një akt që në mes ditës, në kohë fluksi, në kohë ku qytetarët kalojnë dhe nuk ka një qarkullim të lehtë, por është një fluks qarkullimi makinash dhe individësh në një pikë kufitare, doganore të sigurisë kombëtare, që është aeroporti i Rinasi, që lidh Shqipërinë me botën. Dhe duke e lidhur unë këtë fakt konkret me fjalinë pushtet, pushteti ekonomik, pushteti legislativ, pushteti gjyqësor, pushteti mafioz, në aspektin pushtet mafioz, do të kuptojmë, është pushtet tjetër ky. S'ka lidhje me këta që thash, po pushtet mafioz që bën një akt të tillë terrorist në sy të publikut, pavarësisht se kë goditi dhe çfarë përfitimi kishte, ishte mesazh i drejt për drejt ndaj çdo qytetari shqiptar, ndaj çdo institucioni shqiptar, ndaj çdo gjyqtari, prokurori, avokati dhe ndaj çdo media të pavarur të anshme, të si të doni ju të thoni, që pushteti ekzekutiv, pushteti gjyqësor, legislativ dhe pushteti ekonomik do të jenë në frikën dhe në vëzhgimin e pushtetit kriminal. Akti i tillë tregoi që në rast se ekzistojnë njerëz të cilët duan të vendosin drejtësinë dhe drejtësinë e bëjnë ashtu siç mendojnë ata, pa parë ose pa menduar mirë çfarë veprimi bëri pushteti kriminal në datën 11 nëntor, duhet ta mendoj shumë mirë në rast në vendimarrjen që merr është e drejtë dhe është në raport me të drejtën e pushtetit kriminal, jo pushteti gjyqësor, jo këto demokraci këto harroj këto gjëra. Po si mendon njerëzit gjërat kaq gjatë, e kupton? Se ti mendoni kaq gjatë, do ishte tjetër situatë në Shqipëri. Po prandaj ne e themi që ata të ta kuptojnë. Pra, ju do të kuptoni që ju edhe unë në rast se larg qoftë të bënim një rast të tillë dhe të merrshim një pistolet, ne sapo ta kishim nxjerr pistoletën në kishte ardhur policia, ose në rast se ne kishim parkuar te rreth rrotullimi, vinte ai polici garip, e se ta mora patentën. Tek rasti konkret, pe ai polici ti garip. Ku ishin policët në atë rast? Jo, ishin duke pa apo vjen avioni apo jo. Ku ishin? Shko ti parko. E ke pa çfarë bën me motopatinat të maskarit policët që janë? E ke pa çfarë bën, dalojnë aty urdhër pa ligj. E kupton? Ku ishte Proda? Ku ishte? Për monopatinat Pastaj u zgjodh Proda, tha, do shkoj tani të shikoj të apeli ç'a ndodh. Ç'a ndodh? Ata apo ndodh, po na iki njerëzit nga jeta kot. Edhe sikur edhe këta të dy, pse tikshin? Pse? Asnjë. Zgjidhem në mënyrë tjetër o vlla, mos e zgjidh kështu me vrasje. Pra e kupton? Pra një polic të merret të bën model, se merr urdhra nga lart. E peti te vendi i sigurisë kombëtare, policët ku ishin? Ku ishin? Mirë, nuk flas për policin e thjesht, ai sa i që do fliste me radion, po këta policat e mëdhej me grada të larta. Madje në atë kohë aty kaloi edhe një eskorte, një zyrtari. Ne dhe të them mund tani për shembull larg qoftë të ndodhte ky ngjarje të një eskorte, një zyrtar. Çfarë do thoni ta? Akt kriminal, akt terrorist, sepse kur vetë një zyrtar të lartë terrorist quhet. Nuk ta mund manifestosh si një ngjarje banale, u vran për kafen, u vran për monopatinën, u vran për protestën. Pra është një akt kriminal. Është një akt terrorist kriminal, sepse një zyrtar i lartë kur vritet, ajo quhet akt terrorist, dhe jo thjesht një mosmarrëveshje pazarësh.
Si e bëjmë ne, për dhunim ndodhi, bëjmë dhe filma jashtë shtetit. Ore, e them këtë sepse unë akoma nuk po e kuptoj të qytetarët tanë. Çdo ngjarje që ndodh në Shqipëri e justifikojnë që ndodhin në jashtë shtetit. Jam dakord. Në rast se ndodhin në jashtë shtetit, jetoni jashtë shtetit, more. Në rast se ju pëlqen që të jetoni në natyrën e si jetohet në Kinë, jetoni në Kinë, mos rrini në Shqipëri. Në rast se doni të jetoni në Afrikë, shkoni në Afrikë, mos rrini në Shqipëri. Po lejoni të paktën të tjerë që duan të kenë një shtet normal, edhe një qeveri normale me llogaridhënie që të ndryshojë diçka, se nuk mund të mbahemi dhe të jemi të zhytur në këtë rast. Se di pse më vjen mua të flas dhe të them, o zotëri, ka njerëz që kanë hadhe shëndetësore dhe i shikon që votojnë të njëjtën parti dhe këtej qanë dhe thënë s'kemi lek me pagu njerëzit. O zotëri, derisa e ke pranuar këtë fakt, mos kërko avokat, zotëri, mos kërko shëndetësi, mos kërko asgjë, shko kërkoja partisë tënde, është shumë e thjeshtë kjo gjë. Nuk e kuptoj qajnë, dhe di kush është më e mira, qajnë këta më shumë, që shkojnë votoj Partisë Socialiste, di ti këte. Po kjo është skizofreni politike, sepse... Se nga 1944 në shëqëron, se i mbante e veri këshu nga mjesit e ndarkë, mos të më i fjalë tjetër tani. Mirë, edhe tani më dalin dhe më thënë që do shkëm në Bashkimin Evropian, Bashkimin Sovjetik, po ke 3 shtëpia 1, po ke 0, jo 0, po nuk do kesh mundësi as të marrësh frym në Bashkimin Evropian. E di sa e pres, ore sa e pres, more, edhe ti fusin këshu me zor, unë e pres se do të shkoj me sy dhe them, qa deshte Bashkimin Evropian, se të ne të avokat të përbalën, e kupton? Bashkimin Evropian, qa ju bëri Rama, Qa do të bëri? Turistët do të bëri, dhe heqin nga Shqipëria, dhe do të ikni ju se do vinë të tjerët. Pra, nuk e kuptojnë këtë gjë qytetarët tanë të dashur. Doni të bëni statistik. Unë këtë i them, bëni statistik, është gjë më e bukur, po më fal, po nuk e duan gjithë qytetarët të. Se s'dua t'i them gjithë qytetarët shqiptarë që duan këto budalliqe. Janë një pjesë e tyre. Pra, ju duhet të kuptoni këtë gjë. Një pjesë e 500.000 me 600.000 shqiptar shkatrojnë këtë vend. Po, dhe këta janë ata të cilët bëjnë luftë që fajnë e pas ka gjithmonë kundërshtari dhe jo këta që të cilët janë katandisur burgaxhin. Prandaj po të them dhe shkojmë te ngjarja e Irinasit, është ngjarje që dërgon mesazh kudo dhe unë dua të them që tek ngjarja e Irinasit, tek rrethull udhimi kse të radhe nuk ishte një polic që të na kishte bërë moralin, të na kishte vendosur gjobën. Gjobën për partinë. Gjobën për të vendosur, e di pse vendosen gjobat. Gjobat nuk vendosen për ndëshkim. E dini pse vendosen gjobat. T'ju a themi edhe këtë gjë. Sepse nuk patën policin në Rinas. Ato djemtë që bërën këtë vrasje, e di çfarë testuan. Testuan për të dytë mos ekzistencën e shtetit, të funksionit, duke i treguar popullit që këtë qeveri ne e bëjmë si të na do qefi. Këtë i treguan popullit. Dhe dua t'i tregoj këtyre punojësve policie që vendosin gjoba. Në gjoba zotri, ju a them me plindje të plot, ju vendosni t'i bëni qok Edi Ramës dhe çdo hajdut që rrethon Edi Ramën dhe ka vjedhur nga tenderat dhe ju pagoni 400.000 lek, 500.000 lek për ato rrobat që më qajni, jo i laj 20 euro se këtu edhe bën rrugë dhe duhet t'i detyrime dhe ne paguajmë edhe ende nuk ju a kanë dhënë ato dietat edhe kështu. Dietat ju nuk du t'ju japin kur, po ju do t'ini në gjobat e çdo rreth, duke mbuluar gropat e tyre nga korrupsioni dhe ju duke vendosur popullin duke paguar. Kjo është për ju policët të cilët ju shikojnë me blok dhe nuk janë ban tek rreth rrotullimi i Rinasit ta kishit pistoletën ta që të paktën kishit dhënë shenjën e gatishmërisë. Dhe nuk thash të vrasin, gatishmërisë, por të jep një shenjën e gatishmërisë së gjobës, të parë, të kapën me makinë, me telefon në makinë, mrapa, si vagabonda, si hajdut, policë të ndyrë. Nuk janë të gjithë punojës të policisë të ndyrë, po thesh vetëm më kujtohen disa fragmente që kam pa me sytë e mi, të vjen tjetër si kur ke vramur, ke coptuar, po të Rinasi, mbajtë mirë, Kështu jam. Ka shkuar nga 7. Jo 7, për edhe si ka shkuar ata.
Edhe të shkem ne, do ta them një sekret kur pim kafe një ditë. Po, jo 7, por e vërteta është që unë këtu te kjo ngjarje duhet të them çdo punojës policie mos u bëni vegël e regjimit se ato do ju flakin nga puna. E di çfarë do thot flake nga puna, more. Që mos kesh ku të pagush kredin, more. Edhe më dilni mua me bloqe edhe duke, e çfarë bëjmë këtu, nami bën, more. Kur dalin bëjmë namin, more. Ore, reflektoni more se ju ka bërë kjo qeveri si në nivel lokal, si qendror ju ka vënë vegla, more. Ore, po mbuloni gropat e korrupsionit, do pendoheni kur të plageni se nuk do keni mundësi të mbushni pensionin, more. Se do ju kenë nxjerrë në rrugë, do ju nxjerrin.